Ekipi kombëtar së Kosovës ka një vlerë thuajse dyfish më të vogël se ekipi kombëtar së Zvicrës para përballjes së sotme në kuadër të kualifikueseve për Kupën e Botës 2026. Dardanët janë një koqir të helvetikëve në ndeshjen e fundit të grupit B në kuadër të kualifikimeve për Kupën e Botës, në ndeshjen e cila pritet të zhvillohet në stadiumin Fadil Vokri me fillim nga ora 20:45. Por si qëndron situata e vlerës së dy ekipeve kombëtare para kësaj ndeshjeje? Në faqen e specializuar Transfer Market janë marrë të gjitha vlerat e të dyja kombëtareve dhe janë bërë krahasime mes tyre dhe lojtarëve të tyre. Ekipi kombëtar i Kosovës ka një vlerë totale prej 131.38 milion euro, ndërsa ai i Zvicrës ka një vlerë prej 240.40 milion eurosh. Dallimi mes dy kombëtareve qëndron se helvetikët kanë dy futbollistë që vlejnë nga 40 milion euro, si Dan Doje dhe Gregor Kobel. Helvetikët gjithashtu kanë emra të tjerë me vlerë të lartë në tregun e transferimeve, si Manuel Akanji me 22 milion euro, Johan Manzabi me vlerë 15 milion euro dhe Granit Xhaka e Bril Embolo me nga 12 milion euro. Në anën tjetër te Kosova, lojtari me vlerën më të lartë në treg është Edon Zhegrova, i cili vlerësohet me 25 milion euro dhe në ver u transferua te Juventusi. Lojtarët e tjerë me vlerën më të lartë te Dardanët janë Fisnik Aslani me 18 milion euro dhe Amir Rahmani, Albian Ajdari dhe Leon Avdullau me vlerë prej 12 milion eurosh secili. Kosova renditet e 84 në ranglistën e kombëtare së FIFA-s, teksa Zvicra renditet e 17. Vlen të theksohet se Zvicra ka 13 pikë në vendin e parë në grupin B, ndërsa Kosova me 10 pikë ndodhet në vendin e dytë.